sot. Sot Big Pharma, që është, le të themi, është kriminalja më e madhe, mafiozja më e madhe sot e njerëzimit, e shëndetit të njeriut, ka krijuar jo vetëm ilaçe të cilat nuk shërojnë, por ka krijuar një rrjet të tërë kompanish ushqimore, të cilat e prodhojnë këtë lloj ushqimi, sepse fitimet që arrin të fitoj, që të argëtoj Big Pharma janë marramëndse, vetëm për kancerin e shkaktuar artificialisht, vetëm për trajtimet e ndryshme, më duket se në Amerikë shkon deri në 2.7 trilion dollar. Kështu që për ta do të ishte një humbje e frikshme, sepse ata e kanë kërkuar lumturinë e tyre mbi gërmadhat e fatkeqësisë të tjerëve. Pse deri në vitin 1919? Pra këto shkaktojnë, krijojnë problemin nëpërmjet ushqimit dhe vinë me zgjidhjen duke ardhur me një problem më të madh. Pra ata dhe të vrasin dhe pastaj gjëja të ngjallin. Të ngjallin, por duke të vrarë më keq. Nuk ka nevojë